Pas vdekjes së Ilmi, Leila mbetet vetëm në shtëpi me Nur. Në vend që ta mbështes, Nur vendos të braktis Leilën duke e lënë të voglën të jetojë vetëm në shtëpinë bosh. Para se të largohet, Nur e kërcënon Leilën duke i thënë të mos e kallëzojë në polici, ndryshe pasojat do të jenë të rënda. Nur largohet me të dashurin e saj, Malin. Pas largimit të Nur, Leila ndjen një boshllëk të thellë dhe i kujtohet një moment i fundit me babain e saj Ilmi. Ai kishte treguar fshehur Razi vendin ku kishte ruajtur parat për sigurimin e saj. E vendosur për të mbijetuar, Leila shkon të marrë ato para, por në çastin kur i gjen, Nur dhe i dashuri saj Mali e ndjekin dhe e kapin. Ata i marrin parat me forcë, duke e lënë Leilën edhe më të pambrojtur. Në një shpërthim emocionesh, Leila e akuzon Nurin për vdekjen e babait të saj, duke besuar se ajo ka qenë pas gjithë kësaj tragjedie. Nur nuk pranon fajin, përkundrazi, ajo e akuzon vetë Leilën duke e ngarkuar atë me barrën emocionale të humbjes së babait të saj. Nur, një grua e pa shpirt dhe e ngurtësuar nga plagët e së shkuarës, e cila është rritur vetë e braktisur, vendos t'i jap Leilës të njëjtin fat. E pangopur me egoizmin e saj, ajo e çon Leilën në një grumbull mbeturinash, një vend i ftohtë dhe çnjerëzor, dhe e braktis pa pikë mëshire. Aty ajo i thot me një zë të ftohtë dhe të mprehtë: "Jam kurioze të shoh se çfarë njeriu do të bëhesh duke u rritur në një vend si ky." Mes lotësh dhe dhimbje të thellë, e tronditur dhe e tmerruar, vogëlushja Leila i lutet Nurit që të mos e lërë vetëm, por zemra e akullt e Nur nuk ndjen asnjë mëshirë. Ajo largohet pa u kthyer më. Ndërsa Leila qëndron e tronditur me zgrumbullimit të mbeturinave, me sytë e mbushur me lotë dhe shpirtin e plagosur nga braktisja, një fëmijë tjetër i afrohet dhe i zgjat dorën, si një shpresë vetme në errësirë. Por para se ajo të mund të kapë atë dorë, një burr i ashpër dhe i panjohur e treq Leilën me forcë. Ai është një abuzues mizor që bashkëpunon me njerëz si Nur për të shitur fëmijë të pambrojtur. Ai i flet ftohtë, pa ndjeshmëri, duke i treguar punën dhe jetën që ajo do të ketë tashmë. Pa dashuri, pa liri, një jetë e mbushur me shfrytëzim dhe dhimbje. Nur shfaqet në ceremoninë mortore të Ilmi, duke u shtirur si një grua e pikëlluar dhe e thyer shpirtërisht, duke u përpjekur të fshetë të vërtetën e errët që mbart brenda vetes. Në mesin e kësaj ceremonie, pa pritur ajo përballet me Tufanin, burrin që aksidoi Hilmi me makinë dhe i mori jetën. Ky takim nuk është rastësor. Tufan ndihet fajtor dhe përpiqet të ndihmojë Nur, duke i ofruar mbështetje dhe ngushëllim, pa e ditur rolin e saj të vërtetë në këtë histori. Nur e dallon menjëherë që Tufan është një njeri i famshëm me ndikim dhe para. E vetme e braktisur dhe pa askënd që ta mbroj, Leila ndodhet tani në duart e një abuzuesi mizor, i cili e ka blerë si një objekt pa shpirt. Në vend që ta trajtojë si njeri, ai e mbyll në një kafaz si një qenie pa zë dhe pa të drejtë. Nur, mjeshte e mashtrimit dhe shtirjes, e sheh qartë mundësinë për të ndërtuar një rrugë të re, këtë herë mbi fajin dhe mëshirën e dikujt tjetër. Ajo i tregon Tufanit një histori të sajuar, se është braktisur pa shtëpi dhe pas një mbështetje. Sipas saj, të gjitha kursimet që kishte janë vjedhur pas vdekjes së Hilmi. I mbushur me ndjenjën e fajit, Tufani ofron mbështetje si një mënyrë për të kompensuar dhimbjen që beson se i ka shkaktuar. Në errësirën e kafazit dhe dhimbjes, Leila nuk është më e vetme. Aty afër në të njëjtën botë të eshtur dhe të egër, ndodhet dhe Gjino, fëmia që më herët i zgjati dorën për ndihmë. Ai është pak më i madh se ajo, me sytë që mbartin dhimbje, por edhe me një shkëndirë belimit të fshehur. Gjino i rrëfen Leilës se dhe ai është pa nënë dhe baba. Ai nuk e di se çfarë ndodhi me ta, por e di se jeta në këtë vend nuk ka më ngrohtësi, vetëm urdhra, dhunë dhe punë të detyruar. Mali ndose pjesë e planeve të errëta të Nurit, fillon të ndjej barrën e ndërgjegjes, e bren mendimi që ai ishte bashkëfajtor në braktisjen e një fëmie të papafajshëm si Leila. Por Nur e ftohtë e ndërpret pa mëshirë. Ajo i thot prerazi: "Kjo ishte gjëja e duhur për Leilën, jeta nuk i fal të doptit. Nëse jeton atje, do të bëhet më e fortë." Nur kthen vëmendjen tek Tufani. Ajo bisedon me Malin dhe i rrëfen se Tufan ka qenë mik i ngushtë i Hilmi,